që shumë herë po përmenim, edhe jo kalimse, apo jo rastisht Kurani e ka përmen, Allah e ka përmen rreth 100 herë në Kur'an. Namazi nuk ka vllazën punë që ta fisnikron zemrën, që ta ngjall zemrën, që ta ngjall shpirtin sikur namazi. Njeriu pa namaz e ka shpirtin burgosun sikur zogun kafaz, edhe që si qet me hongre me pi. Pra njeriu pa namaz, shpirti dhe zemra tine është e prangosur në kafaz, që e ka mbyllë dhe e kalon tërë krejt, edhe s'kujdeset për të. Andaj nëse trupit po i rringati me ushqime të lloj-llojshme kalorike, e me pije të lloj-llojshme kalorike, e ku ta diune me gjana të tjera, po e mirëmban veten, atëherë shtroja pyetjen vetes, çush jetë të mirëmbajt zemrën tonë dhe shpirtin tonë? Se shpirti nuk ushqehet, të nderuar vëllezër. Ushqimi shpirtnor është namazi dhe ibadetet, adhurimet. Ndërsa ushqimi trupor, fizik, janë këto ushqimet edhe pijet që i kemi. Andaj vëllezër, rini gati veti, se valla në ponina kesh kur po tregojnë shumë kush po thotë, valla në xhumo po vinë aty do të djemton, po jo namaz tu s'fale më çat xhumo. Unë nuk po më e kuptoj që ky mesazh nuk po përçohet, nuk po përcillet, as po dëgjoni se po dëgjohet shumë bukur, shumë mirë po dëgjohet, edhe po e artikuloj shumë qartë, dal nga dal po flas. Nuk bën besimtari musliman me kalu ditën e natën pa namaz. Bile kur që mos moj që ato 5 farzet fali, mos moj me fal namazë vullnetare, sunete, nafile, pakten farzet, sepse çdo namaz farz që e lën ndëshkohesh për të, çdo namaz farz që e kryen shpërblehesh për të. Ky është definimi. Pra për farzet, ai që i praktikon shpërblehet, e ai që i lën dënohet. Për sunetet, namazet vullnetare, ai që i praktikon shpërblehet, e ai që i lën nuk dënohet. Po nuk është shenjë e mirë kjo. Pse? Se kush i lën sunetet, dal nga dale fillon çka me i vanu farzet. Kush i vanon farzet, fillon edhe me i lën farzet runaset. Andaj vllazën, namazi është një shenjë që ta ndriçon fytyrën. Namazi është një shenjë që të dallon ty prej atyne të tjerëve, prej jo besimtarve, prej atyne kafirave. Për ata pejgamber alayhis salatu wassalam ka thënë: "El ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar." Ajo që na dallon neve besimtarve musliman me jo besimtarët është namazi. Pse na falim namaz, ata jo besimtarët kafirat nuk falin namaz. Çto e kem atë pikën dalluese, apo atë pikën që na ndan neve. E ai i cili e lë namazin me qëllim, faqad kafar, ai ka bëu kufër Zotit, e ka mohu Zotin. Pra kush e lën me qëllim namazin, edhe kundërshton namazin, edhe tallet me namazin, edhe bën hajgare me namazin, ai e ka mohu Allahun te bareke ve taala. A ka të atill që tallen ka plot. E ke pa? Kur falen këta tjerë, thënë, këta badjavgji janë, që kanë me bote të tërsen, ose këta penzionera janë, ose këta tri janë, ose këta hoxhallar, që kanë me bote të tërsen, këta paguhen për që ata. Për çka paguhen? Për mu fala? E mirë, nëse nuk dalim xhami, a ne japna i kush në i farë page? S'paguhemi për mu fala, o vllazni. Paguhemi për mu falë prej Zotit, edhe na, edhe jo. Ama, nuk ka njëri që t'jep t'i pare, shko t'i falë, ose po t'i dha paret. Bolle patën mashtu kitë popull, e patën rajt, ata dashakçit, thëshin, po falen tash mashtu të tritë, se kanë arë pare pe i Turkije, pe Arabije, pe Jodham. Vëllai për pare ishin arë dhe këta që janë musliman. Se jemi lakmitar, se cilë e da pare. Ti shkon me pare, ish dash me lëshu dhe rrugët, se krejt ishin falë. Se i pastron banjat, e pastron ato venet për 400 nërë, s'po vi kanë xhami më falë për 4-500 nërë në qofë se jep dikush. Po, e vërtet që na paguam ish problemi, po paguam ish problem për Allahu te bareke ve taala. Andaj pra namazi duhet me qenë shoqëruesi yt, edhe duhet me qenë çka rregullatori se ta rregullon jetën. Nuk mundesh me konsi me namaz si pa namaz. Kush ka me të nal për të këqijave, kur jenë vetmin qofse nuk është namazi. Sepse Allahu te bareke ve taala na kallzon se na ruan për të këqijave, na ndal për të këqijave namazi. Edhe ka thonë: Inna salate tenha anil fahshai wal munkar. Namazi, po thëtë Allah, namazi ju ndal el fahsha punëve të ndyta, wal munkar edhe pe punëve të ndaluara prej harameve të shumta.